Lajmi I fundit, Tajlandia I hap luftë Kambogjës. Ka ndodhur sot, në orët e para të mëngjesit. Kjo luftë shpresojmë që mos të krijojë efektin domino që edhe Rusia me Kinën të marrin hovë. Shpresojmë që jo, por me sa duket ndodhi ajo që nuk e prisnim. Nëse mbani mend para disa muajsh, kemi folur për një luftë të mundshme në nëntor, dhjetor të këtij viti. Dhe siç ishit të informuar, Donald Trump kishte ndërhyrë qoftë në Tajlandja, por edhe në Kambogjë, nga trazirat që kishim më përpara, por nuk më doja u priste mendja askujt që të fillonte një luftë. Tani kujt I intereson kjo luftë? Sepse ky është problemi kryesor. Pra, nëse do kuptojmë se kujt I intereson kjo luftë, do kuptojmë se kush do të marrë pjesë dhe nga do nis efekti domino dhe nëse do të nis efekti domino. Nëse e vutre kohët e fundit, Amerika rri asnjëse, e keni vënë re, sepse Amerika po fillon që të tërhiqet nga të gjitha relatat ndërkombëtare që ka patur për t'i dhënë prioritet vendit të saj, pra për t'i dhënë prioritet Amerikës. Donald Trump është tërhequr që të përqendrohet në ekonominë e vendit dhe në marrëdhëniet e brendshme dhe jo ato të jashtmet, si ka qenë për vite me radhë deri tani, që Amerika ka qenë kudo. Dhe nëse e keni vënë re, ai, pra Donald Trump, mori ngushticën në Panama, ka marrë okejin edhe për Kanadan, ndonse pati probleme të forta, dhe njëkohësisht po lufton për të marrë Amerikën Latine, pra që të marrë kontrollin e Amerikës Latine në mënyrë që t'i mbledh të gjithë Amerika, duke filluar që nga Kanadaja, për t'i dhënë pra prioritet kontinentit amerikan. Ndërsa nga ana tjetër, pra kjo do të thotë që pse ja u thash këtë, u bëra këtë përmbledhje të shkurtër sepse kjo do të thotë që Donald Trump u fut në një moment për të ndaluar luftrat gjithandej. Por në fundit thot ai, ç'më intereson mua. Në fakt ai tani kohët e fundit, nëse keni vënë re, edhe me Ukrainën I ka kërkuar Ukrainës parat. Me fjalë ato që kanë investuar më përpara. Kush ja ka dhënë? Biden? Okej, dua parat mbrapsht. Janë të vërteta këto. Sepse duhet të dini që ka një moment shumë delikat tani që secilit kërkon që, sepse e shikojnë që është tepër delikat periudha dhe duan që t'i japin prioritet vetvetes. Kur mendin që si thanë në Astradini atëre, larg nga fshati im, larg nga shtëpia ime, larg nga prapanica ime. E njëjta gjë dhe kjo, sepse është një moment, thash, shumë delikat në këtë periudhë dhe të gjitha kombet po shikojnë se me kë duhet bëjnë aleat. Dhe çfarë do të them me këtë? Që nga njëra anë Trump u fut për momentin që bëri armë pushim për sa I përket Tajlandës dhe Kambogjës. Por dikush tjetër është vënë që të ndezë shkëndijën. Dhe do t'i them se përse. Shikoni, Tajlandja ka një popullat me 72 milion banor, ndërsa Kambogjë rreth 17 milion banor. Pra, ka shumë më pak se sa Tajlandja. Tajlandja, ndërkohë, ka rezerva, ka një buxhet të madh shtetëror, njëkohësisht paga minimale ose mesatare është 400 deri në 450 dollar ose euro në muaj, ndërsa në Kambogjë fillon nga 160 deri në 280 dollar, mesatarisht 200 dollar në muaj. Pra është gjysmë për gjysmë. Sepse Kambogjë nuk ka turizëm. Duhet të dini që turizmi është thelbësor, përveç se edhe rezervave të tjera që mund të ketë një shtet. Në Tajlandja ka vite që shkojnë turistë nga gjithë bota, sepse turizmi në Tajlandja është gjëja më e shenjtë për ta. Në fakt, nëse shkon një huaj, siç ja kam treguar që kam shkuar dhe unë, përveç se e vlerësojnë, e respektojnë shumë çfarë do lloji turisti. Dhe buxheti I shtetit është rritur shumë pikërisht pra nga turizmi, sepse ka rreth, mos gaboj, rreth 16
0.5% një gjë e tillë të turizmit në botë. Çdo të thotë kjo, nëse në 100% turistët lëvizin, 60% shkojnë në Tajlandia, që është shumë, edhe pse ju duket si pak, por 60% shumë. Për shembull, në 100 veta, 16 veta shkojnë në Tajlandia, nëse do shkojnë diku për shembull me pushime në botë. Dhe kjo është tepër e rëndësishme. Këtu kupton se ku shkojnë parat, sepse kur shkon turizmi, shkojnë dhe parat. Por ka dhe një gjë tjetër që duhet dini. Tajlandia, po flasim për të bërë një përmbledhje të shkurtër, më dëgjoni me kujdes. Kur e mbaj mëntun në Tajlandia, shkojnë, jo vetëm nga Italia, por nga mbar bota shkojnë për çupuriqe, për të vegjël, çfarë them unë. Kështu që i ka lënë të lirë Tajlandia, pra këta të huajt, që të bëjnë ç'të duan. Dhe kjo e rrit akoma më shumë, sepse me gjërat e pista që bëhet një shtet, me fjalë që forcohet, ta dini këtë. Edhe pse dikujt nuk i pëlqen që të themi këto fjalë, po është e vërtet. Është e vërtet, ashtu siç kanë bërë të gjithë. Mirë po, pastaj varet në momentin që ti krijon një buxhet financiar të shëndosh, varet se si e përdor atë, sepse ka raste që i vjedhin vetë politikanët. Kështu që kjo varet pastaj nga liderat. Por e rëndësishme është me fjalë që duhet të prodhojë vendi, si do prodhojë, si do ketë marrëdhënie, këto janë pra ato gjërat e para, turizmi, femra, budallëqe, ajo tjetra drograt e çan këto. Nëse, por duhet të thoshe që në Tajlandia e kanë lënë të lirë, të gjitha këto që thash i kanë lënë shumë të lira. Në krahasim me Kambodžën, Kambodža ka ligje të forta, ka respekte të mëdha, ka mënyra të forta në çdo cep, dhe kjo e ka rënduar ekonominë. Tani, që ndodh me këta? Ndonse Kambodža është e vogël në numër, normal që ka një forcë të madhe, qoftë ushtarake, por edhe politike. Por ushtarake sa do e madhe tjetë, janë 17 milion banor. Nuk mund të luftojnë kundër 72 milion banor që janë tajlandezët. Dhe kjo do të thotë që përveç se nuk ka një buxhet shtetëror të fuqishëm, por ka edhe një numër më të ullët se sa Tajlandia. Dhe kjo, padyshim, do rëndoj tani në këto ditë. Kështu që do ta marri Tajlandia Kambodžën dhe do ta kontrolloj. Por mbajeni mend këtë. Në qoftë se do ketë shumë të vdekur, pra nëse nga kjo përplasje, nëse kjo mund të quhet luftë, mund të vriten shumë, sepse nga doli kjo si luftë. Doli sepse ishte bërë një shpërthim disa reprezali ku u vra një tajlandez. Dhe tajlandezët ja kanë hedhur fajin këtyre të Kambodžës. Ata kanë dalë publikisht dhe thanë që nuk e kemi bërë ne, nuk dim që fare çfarë është. Dhe këto janë ato nxitjet që kemi thënë gjithmonë që për të bërë se s'bën një luftë apo një ngërdheshje për arsye të forta. Dhe unë jam i bindur që do ndodh ashtu siç ndodhi me Kosovën, mes Kosovës dhe ish Jugosllavisë. Pra ata nxisin Tajlandën që të shkojë kundër Kambodžës, por një ditë kur të vi momenti, pasi ta kenë sistemuar ata, pra tajlandezët Kambodžën, do shkojnë dhe do sistemojnë Tajlandën. Mbajeni mend këtë. Pse kjo? Sepse në vendet aziatike duhet që të shpërbëhen këto dal nga dal, si do arrim deri në vitin 2050, 2030, 2050. Si duhen shpërbërë këto shtete për të mos patur sovranitetin, sepse sovraniteti duhet rrëzohet. Mbretërat, forcat ekonomike, politike që janë prej vitesh, si për shembull ai i Koreas së Veriut e tjerë, që është i pathyeshëm për momentin, por të gjithë këta dal nga dal do rrëzohen sepse duhet me se s'bën që kur të vi një moment të jetë bota e bashkuar, pra të jetë një për të gjithë. Kështu që Tajlandia tani pa e kuptuar, për mendimin tim, pastaj do të dëshiroj një komentin tuaj, për mendimin tim po luan një lojë që është tepër e rrezikshme nga të dy anët, pra qoftë ka ana që po bën, por që edhe për veten e saj, sepse kjo është një thik me dy presa. E para një që, do ta marri. Dakord, e mori atë Kambodžën. Por ka një gjë tepër të rëndësishme, nëse ndodh diçka, pra të ndizet shkëndija, do filloj Kina. Dhe nëse fillon Kina që të marri Taiwanin për shembull, plas lufta,
sepse në këtë kohë edhe Rusia pastaj do thotë, ok, deri tani jemi tallur, shikojeni tani, sepse dim shumë mirë që Rusia nuk po përdor armë të rënda, vetëm thjesht me ca pushk kështu. Sepse nëse përdor armë të rënda shkatëror çdo gjë, e bën me thermon. Kështu që unë mendoj që nëse futet edhe Rusia, pastaj për fat keq jemi në prag të luftës së tretë botërore. Kështu që unë shpresoj mos të arrijë aty, por po thosha që situata mes Tajlandis dhe Kambodgjës është shumë delikate dhe shpresoj që këta tajlandezët ta kenë kuptuar dhe shpresoj që ta ndalojnë sa më parë këtë përplasje, sepse nuk çon asgjë kundi. Dhe kjo përplasje, me sa e kuptova me aq sa kuptova unë, nuk është gjë tjetër veç se një nxitje ose një shkëndi që e ka ndezur dikush tjetër, jo dikush i vendit, por dikush që i interesojnë pikërisht këto trazira. Ju çfarë mendimi keni? Keni dëgjuar lajmet? A morët vesh për këtë lajm? Pra mes luftës Tajlandia dhe Kambodgjës? Pres komentet tuaja dhe natën e mirë. Shpresojmë në ditë bukura. Shtë bëjmë.